flasim ne. Sepse me Restina Skënderi, çdo të diel, ora 18. Të nderuar shikues të A2 CNN, mirëmbrëma, mirë se vini në programin Rreth e Qarku, si çdo mbrëmje trajtojmë çështjet më të nxehta globale dhe rajonale. Unë jam Xhevair Qardaku. Amerika dhe Irani janë më pranë paqes apo luftës? Në fakt, duket se vetëm një firmë i ndan dhe stilolapsin në dorë ka presidenti amerikan Donald Trump. Pyetja që shtron aktualisht thuajse gjithë bota është se a do ta hedhë ai firmën apo jo, dhe më e rëndësishmja, për çfarë? Paqe apo luftë? Armpushimi mes palëve sot duket si një fije e hollë që mund të këputet në çdo moment. Nga njëra anë flitet për progres diplomatik, nga ana tjetër gjiri persik vazhdon të dëgjojë shpërthime, raketa dhe kërcënime të hapura për luftë. Megjithatë, sulmet e fundit amerikane ndaj objektivave iraniane dhe reagimi i Teheranit me raketa drejt bazave amerikane tregojnë se tensioni mbetet ekstremisht i lartë, edhe pse të dyja palët po shmangin me kujdes rikthimin në një përballje të plotë ushtarake. Në qendër të kësaj përballjeje të forcës dhe diplomacisë qëndron ngushtica e Hormuzit, arteria më e rëndësishme energjetike e planetit. Iranit i intereson që tregojë se mund të kontrollojë lëvizjen në gjirin persik, ndërsa SBA-ja kërkon të ruajë dominimin strategjik dhe lirinë e navigimit, por përtej luftës së deklaratave dhe dronëve, betejë vërtet është politike dhe ekonomike. Programi bërthamor iranian, sanksionet amerikane dhe kontrolli mbi tregjet globale të naftës. Donald Trump vazhdon që të përdor një gjuhë të ashpër duke paralajmëruar rikthimin e luftës nëse Teherani nuk bën lëshimet që kërkon, ndërsa brenda administratës amerikane dhe në Izrael po rriten zëra që kërkojnë goditje edhe më të forta ndaj Iranit. Ndjekim materialin dhe kthehemi sërish në studio. Luftën nga paqja po e ndan vetëm një firmë, dhe ajo qëndron në dorën e presidentit Donald Trump. Zyrtarët amerikan konfirmuan se është arritur një marrëveshje paraprake në bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, megjithse kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk e ka nënshkruar atë për shkak të një situate të tensionuar në lindjen e mesme. Gjithashtu mbetet e paqartë nëse udhëheqësi suprem i Iranit kishte dhënë miratimin e tij, një hap tjetër i nevojshëm drejt përfundimit të konfliktit. CNN raporton se memorandumi i mirëkuptimit do të përfshinte heqjen e kufizimeve në ngushticën e Hormuzit, lundrimin e pakufizuar nga anijet dhe heqjen e bllokadës amerikane. Do të fillonte një periudhë negociatash 60 ditore për të adresuar programin bërthamor të Iranit, duke përfshirë fatin e rezervave të tij të uraniumit të pasuruar shumë. Burimet e CNN thanë se çështjet më të vështira që lidhen me programin bërthamor të Iranit ende duhet të zgjidhen si pjesë e këtyre bisedimeve. Marrëveshja paraprake vjen një ditë pasi Trump tha se nuk do të nxitohet për një marrëveshje, duke paralajmëruar se përpjekjet e Iranit për ta tejkaluar atë nuk do të funksionojnë sepse atij nuk i interesojnë zgjedhjet e mesmandatit. Më herët të njëjtën, komanda qendrore e SBA-s konfirmoi se Irani lëshoi një raketë balistike drejt Kuvajtit gjatë natës, e cila u rrëzua. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha më parë se nisi një sulm që synonte një bazë ajrore amerikane, duke pretenduar se ajo ishte burimi i sulmeve të SBA-ve. Sipas një zyrtari amerikan, këto sulme shënjestruan dronët iranian dhe një vend lëshimi rreth ngushticës së Hormuzit. Sekretari i Thesarit amerikan Scott Bessent kërcënoi Omanin nëse mbështet Iranin në pengimin e tregtisë përmes ngushticës së Hormuzit, një ditë pasi Trump kërcënoi se do ta hedhë në erë Omanin nëse do të përpiqet ta kontrollojë ngushticën me Iranin. Irani po rifiton aksesin në sasi të mëdha raketash të ruajtura në objekte nën-toksore, tregojnë imazhe të reja satelitore të analizuara nga CNN, të cilat hedhin dyshime mbi pretendimin e presidentit amerikan Donald Trump se e ka shkatruar pothuajse tërësisht arsenalin e Teheranit. Gjatë luftës, sulmet izraelito-amerikane nxorën jashtë funksionit shumë nga këto komplekse, duke bllokuar pikat e tyre të hyrjes. Tani, duke përdorur vetëm buldozer dhe kamion shkarkimi, Irani po shbën efektet e një strategjie që
që përfshinte një sasi të madhe fuqie zjarri izraelito-amerikane, Pentagoni mbështet suksesin e fushatës së tij. Ndjekim raportimin e gazetarës së CNN Tamara Kiblavi dhe analizën e Thomas Bordeaux. Këto janë imazhet të fundit satelitore të bazave raketore të Iranit, të marra pas fillimit të armpushimit me SHBA dhe Izraelin. Kamion dhe eskavator po gërmojnë mes grumbujve të rënojave përgjatë shpatit të malit, por ajo që ndodhet nën sipërfaqe është ajo që e bën këtë të rëndësishme. Një stok i madh raketash, i bllokuar nga bombat amerikane dhe që, sipas ekspertëve të armëve, ka të ngjarë të jetë ende i paprekur. Imazhet satelitore tregojnë se Irani po rifiton me shpejtësi aksesin në to, duke ngritur dyshime mbi pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se kishte shkatëruar pothuajse plotësisht arsenalin e frikshëm raketor të Iranit. Aftësia tyre për të lëshuar raketa dhe dronë është kufizuar në mënyrë dramatike dhe fabrikat e armëve dhe lëshuesit e raketave po shkatruan plotësisht, kanë mbetur shumë pak prej tyre. CNN identifikoi më herët një model sulmesh amerikano-izraelite për t'i nxjerrë jashtë funksionit komplekset raketore iraniane, jo duke i shkatëruar ato, por duke i bllokuar hyrjet e tuneleve që çojnë brenda dhe jashtë tyre, duke i lënë raketat të bllokuara brenda dhe duke penguar rënd aftësinë e Iranit për të goditur aleatët amerikan në rajon. Por kjo ishte vetëm një zgjidhje e përkohshme. Irani tashmë po i shpën efektet e kësaj strategjie. Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth ka pranuar se Irani po riparon dëmet. Po gërmonin për të nxjerrë lëshuesit dhe raketat që i kanë mbetur, pa pasur mundësi t'i zëvendësoni. CNN analizoi 69 tunele në 18 baza raketore nën-toksore. Të paktën 50 prej këtyre pikave hyrëse duket se janë pastruar dhe shumë të tjera po riparohen. Shikoni këtë bazë në Iranin perëndimor. Vetëm pak javë më parë, avionët luftarak amerikan dhe izraelit shkatruan të 4 hyrjet e kompleksit nën-toksor. Por tani 2 prej tyre duken plotësisht të hapura. Rrugët e nevojshme për të nxjerrë lëshuesit e raketave që ishin bllokuar janë riasfaltuar dhe Irani tashmë po punon për pastrimin e 2 hyrjeve të tjera. Ai ka riparuar gjithashtu disa nga më shumë se 22 krateret e lëna pas nga municionet amerikano-izraelite. Krateret tregojnë se është përdorur një sasi madhe fuqie zjarri për të shkatëruar vetëm 2 hyrje tunelesh, ndërsa Iranit i duhen vetëm kamion dhe buldozer për t'i rihapur ato. Ndërsa Irani po riorganizohet rreth raketave që i mbijetuan luftës, ekspertët e armëve thonë se ai do të vazhdojë të gjejë mënyra të reja për të mbrojtur arsenalin e tij nga çdo bombardim i ri amerikano-izraelit. Lindja e mesme ndodhet edhe një herë në buzë të një paqe apo të një përshkallëzimi të madh. Armpushimi mes SHBA-s dhe Iranit vazhdon që të mbahet formalisht, por sulmet me raketa, dronët mbi gjirin persik dhe kërcënimet e ndërsjella tregojnë se paqja mbetet jashtëzakonisht e brisht. Nga njëra anë po zhvillohen negociata intensive diplomatike për të shmangur rikthimin e luftës, ndërsa nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se çdo dështim i marrëveshjes mund të sjellë një goditje të re ushtarake ndaj Iranit. Në qendër të krizës mbetet programi bërthamor iranian, kontrolli mbi ngushticën e Hormuzit dhe frika se një konflikt i ri mund të trondisë jo vetëm rajonin, por edhe ekonominë globale. Apo shkojmë drejt një marrëveshje historike apo drejt një lufte që mund të përfshijë të gjithë lindjen e mesme. Sonte për të analizuar zhvillimet dramatike të ditëve të fundit, skenarë që mund të pasojnë, në bashkohet online Lotfi Bilali, ekspert i zhvillimeve ndërkombëtare dhe ish diplomat. Zoti Bilali, si gjithmonë, një kënaqësi që të diskutojmë bashkë për këto zhvillime të rëndësishme. Kënaqësia edhe ime, përshëndetje Xhavaj. Dua ta nis me atë që po konsiderohet si lajm bomb që Irani dhe amerikanët, pra negociatorët, janë pajtuar për draftin e marrëveshjes paraprake të paqes dhe po pritet vetëm firma e presidentit Donald Trump. Media CNN e raporton këtë. A jemi vërtet në këtë pikë, sepse realiteti në terren ndoshta po tregon të kundërtën, patëm raketa dhe dronë të lëshuar nga palët. Po, sigurisht CNN-i ka konfirmuar në informacion tillë, po ashtu edhe burimet e portalit Axios lasin për që është afër një memorandum mirëkuptimi për një marrëveshje paqësore. Sa do jetë kjo e vërtet, do shumë besoj në orët në VM, ose brenda këtyre 2 ditëve, por mendoj që ka 30 ditë apo 1 muaj e më tepër që presum
që marrëveshja është shumë afër. Mendoj që kjo tregon fleksibilitetin dhe seriozitetin e dy palëve, të cilët në një farë mënyrë nuk dëshirojnë të lëshojnë rrugë apo të krijojnë mundësinë në një kompromisi. Shenjë mirë është shkruarja e ministrit të jashtëm të Pakistanit darë në SBA, më duket vetëm se ka mbritur në SBA, dhe takimi me Marco Rubion do përcjell detaje dhe në sy live të gjitha ato porositë dhe mund të them mesazhet e palës iraniane. Dhe kjo tregon që mund të lëvizim shpejt në një tentativë përfundimtare. Mendoj që madje Axios, për të bërë një saktësi, media Axios raportonte që e diela do jetë dita vendimtare ku do të njoftohet armëpushimi 60 ditor për t'i lënë kohë edhe negociatorëve që të përpilojnë atë marrëveshjen përfundimtare të paqes. Sigurisht, mendoj që mund të ketë prolongime nga diela në të hanën apo nga shtuna në të dielën, por më rëndësishme është që palët të arrijnë të kuptojnë që vetmja mundësi është dialogimi, edhe po që se kemi tentativa të shtyrjes, edhe pse kemi një armëpushim, them drejtën. Goditjet kanë vazhduar, kanë qenë, mund të them, ta shohin atë fjalorin e armëve të lehta sporadike, por dita ditës kemi pas goditje të cilat me siguri kanë pas për qëllim të fusin një farë lloj afekti psikologjik, sepse dihet që Irani nuk mund ta fitojë luftën, Irani mund ta mbijetojë në këtë luftë dhe me strategjinë asimetrike mund të them ka përdorur një strategji jashtëzakonisht brillante të bëmë real. Mirë po, mendoj që amerikanët patjetër dëshirojnë që të dalin fitues edhe sa i përket dy pikave që janë kyçe, mund të them, siç është programi bërthamor dhe lëvizja e lirë përmes ngushticës së Hormuzit. Me siguri edhe presioni edhe ai citati i Trumpit dërguar sultanatit të Omanit tregon qartazi që amerikanët kanë një levë të cilën e përdorin forcën në momentet e caktuara kur ata shohin të nevojshme për të bindur palën në këtë rast qoftë me njërin apo me dy apo tri palë që të ulen në tavolinë në nivon dhe atë që njihet goditja e ashpër. E kanë këtë rol, e kanë këtë fuqi. Nuk po flas është e moralshme, është e drejtë, por këtë përdorin për anduritë e mëdha. Mendoj që pika kyçe do jetë programi bërthamor. Dhe kjo do të jap kohë pastaj. Pikërisht për këtë dëshiroj që t'ju pyes zoti Bilali, sepse programi bërthamor është ajo nyja që ende është e pazgjidhur dhe afati 60 ditor është pikërisht për të zgjidhur këtë çështje. Ju mendoni që në fund të këtij afati dhe të këtyre diskutimeve do të kemi tym të bardhë mes SBA-ve dhe Iranit, pra do të pranojë Teherani dhe lideri suprem që të dorëzojë uraniumin e pasuruar në duart e amerikanëve? Është vështirë të thuhet. Amerikanët dhe konkretisht citatet e Trumpit janë që Irani duhet ta dorëzojë ose ta shkatërroj, dhe kjo duhet të bie në duart e amerikanëve. Sa mund të ndodhë kjo, është pak dilemë, nga se iranianët nuk dëshirojnë të poshtrohen aq ekstremisht, edhe pse amerikanët është problematike, sidomos si do arrihet të kapet uraniumi, ai 440 kg. Pastaj problematika tjetër është a është e saktë kjo peshë, ky volum, kjo sasi, është pikpyetje. Mund të ketë zhvillime tjera që sidomos ato 3 centralet bërthamore nuk dihet çka ka ende në thellësitë nëntoksore. Mund të jetë, nuk po hynat thonjen e Jan Globalit, një portale izraelit, që jap shifra marramense që mund të ketë. Marramense jo, por është një shifër bajagi që të i ka lënë
mund të them 11 tonshin e uraniumit, por mund të jetë spekulim, që do thotë Irani mund të ketë mund të prodhojë, të finalizojë produktin e tillë të armeve atomike deri në 98-100 copë. Por për momentin do jetë problematike, a do ketë një rezervuar ta çojë kështu apo një vend tret i cili mund të pëlqej apo të jap vizën amerikanët, e kam fjalën çdo për Federatën Ruse dhe Kinën, por se do arrin ta marrin sepse ajo nuk është tham qese nailoni apo një produkt i marketeve që janë merret apo ai ta çuj kështu thoj za ai 2-3 vitet edhe u kry muhabeti. Por do jetë çështje javë delikate. Mendoj që do gjinet një solucion i përbashkët kur ka vullnet dhe dëshirë mund të gjendet. Iranianët edhe në fetvan e tyre të Mojtaba Hamneit më duket që dallon nga babai, i cili ka qenë kategorik në fetvan e tij apo në qartësimin dhe ligjërimin fetar, që Irani nuk ka për qëllim zhvillimin e aktivitetit për bombë bërthamore. Tek Mojtaba mund të jetë tjetër. Bili garda revolucionare e Iranit ka pasur një qasje krejt tjetër. Ahmed Vahid, i cili udhëheq Garda Revolucionare Islamike, i cili është figura kyçe në Iran, nuk është Pezashvili, as Kalibafi dhe as Abasi. Ai është figura e cila vendos dhe mund të them ai zëri i fundit, mos ta bësh një lloj firme Trumpit në anën tjetër, se ka fuqi më të madhe kuptohet, amerikanët janë ata që dominojnë edhe në ato që thonë fjalën e fundit. Megjithatë, ende zoti Bilali nuk e dim nëse Mojtaba Khamenei e ka thënë fjalën e tij të fundit, sepse mediat raportojnë pikërisht duke u referuar edhe CNN-in që ende nuk dihet qëndrimi i Mojtaba Khameneit lidhur me marrëveshjen paraprake për paqe mes Amerikës dhe Iranit. Ju mendoni që do t'jap aprovimin e tij duke ditur çfarë ka ndodhur qoftë në ditët e luftës, por edhe pas luftës? Po sigurisht fati i tij ende mbahet mister, mbahet me fshësinë një lloj kujdesi ndaj kësaj figure, ajatullahit të ri të Iranit. Kuptohet për çështje sigurie, flitet që ai është i plagosur, ka psuar goditje gjatë bombardimeve pas vrasjes së babait të tij. Dhe fjala e tij sigurisht është përfundimtare, por ai është person dhe figurë civile, edhe pse ka autoritetin në historikun dhe në doktrinën sheite. Mendoj që prap figurat ushtarake, generalet, apo ai mund të them, ai mozaiku i ndarjes së qendrave të komandave në Iran, dikon 31-32 pjesë regione që mund të kenë kapacitetet e tyre që veprojnë në mënyrë autonome. Kjo po edhe gjatë luftës 39-40 ditore. Dhe fjala e tij mendoj që në aspektin doktrinës fetare, por edhe asaj që mund të merr një vendim, meqense Garda Revolucionare Islamike po edhe vetë Mojtaba loz në faktorin kohë dhe në atë në kërcënimin që se po që se goditet pra prifillojnë luftimet, atëherë Irani mund të fillon ndoshta të shpall veten si vend atomar, vend i ri, vendin 9+1. Dhe kjo me siguri do mund të paraqetë rrezik, sepse problematika është edhe të dhënat amerikane janë, edhe pse Trump në tër arsenalin e vet të morfologjisë kur deklaron edhe citateve të tij që janë dobësuar kapacitetet raketore të Iranit, mendoj që nuk është krejt realiste, nga se madje patëm edhe një material nga CNN që ishte investigativ, se si Irani i kishte zhbllokuar pikërisht ato tunele që mendoheshin që ishin shembur vetëm me një buldozer dhe një kamion që hiqte mbetjet dhe i kishte nxjerrë sërish në dritë atë arsenalin e armëve të fshehura të Iranit. Dhe nga ana tjetër, si mund të lexohet mesazhi i përçuar disa ditë më parë i liderit suprem Mojtaba Khamenei, kur i ktheu ato deklaratat e vjetra të propagandës iraniane ku theksonte vdekja e Amerikës dhe vdekja e Izraelit? Po zyrtarisht iranianët e politikën e Republikës Islamike, Izraeli nuk potencohet si shtet, nuk përmendet shteti Izraeli, po një entitet. Dhe kjo tregon qartas, meqense këtë ka thënë edhe Mahmud Ahmadinejad, ka pas dilema për Holokaustin, ka kontestuar, por më duket që ka qenë i preferuar, mund të jetë edhe një lloj propagande lufte të llojit vetëm brenda
të fus përçarjen, që ka qenë figura më kredibile për të qenë Ajatullah i ri. Edhe pse duket që ka qenë figurë jashtëzakonisht spaku në të folur në aspektin deklarativ, por mendoj që njerëzit nuk mbaten shumë, sikur ata që luftojnë flasin kundër korrupsionit janë më të korruptorit vet. Por problemi më duket qëndron që Mojtaba dëshiron që në vizionin dhe në strategjinë së bashku me krahun ekstrem të Gardës Revolucionare Islamike të luaj lojën e tij, që më duket që i ka dhënë një frymëzim edhe qëndresa kontraditore, dhe kjo tregon realisht që ai dëshiron që ta merr timonin për të them kështu, të thyer torit të amerikanëve në lindjet e mesme, ndoshta edhe në gjeopolitikën e përgjithshme botërore, të jetë ai fillestari i parë për ndryshimin e kësaj arkitekture. Por unë besoj që amerikanët janë të informuar, ju e përmend shumë realisht me atë dhe në historinë e juaj, ato pastaj ripunimet që bën për revitalizimin e atyre centrale, ato më thëmë pikave nëntoksore që pastaj mund të dalin raketat në rast të luftimeve, të fillimit të operacioneve, por mendoj që edhe Washington Post ka thënë që dikun 75% janë kapacitetet raketore të Iranit janë vitale dhe të përforcuara, dhe çuditërisht thuhet që një mobilizim i përgjithshëm, si ka i mobilizimi që është thirrur për vullnetar, dikun për 1 milion e gjysmë deri 2, shifrat plasin që 7-8 milion vullnetar, tham drejtën në aspektin sasior të angazhimit të atyre zboreve apo tubimeve, siç ka qenë po e mahershme për mobilizim për të mbrojtur atë dhëun. Por kjo nuk jep garancë të plotë që nesër mund të kemi një situatë jashtëzakonisht komplekse dhe një djegje e cila lindjen e mesme mund ta çojë në humner dhe në katastrofë. Por Trump mund të jetë ai që besoj prapa Trumpit ta qëndroj dikush tjetër, gjithë e kem sytë dhe vesh që është një farë mënyre që është një person tjetër atje që i prishe sapët, dhe çdo iniciativë diplomatike në fund i mshon Ka diçka që ndodh ose që të paktën i përshpërit në vesh që në sekondën e fundit, pra është dikush që nuk e dëshiron paqen në 100%, le ta themi kështu, por dua të rikthem paksa deklaratës apo pjesës që ju prekët sa i përket angazhimit të civilëve iranian në armë. I kemi raportuar ato pamje shokuese ku prezantuesit televiziv, gjithashtu edhe gratë në xhami mbanin Kalashnikova apo armë të ndryshme si pjesë e trajnimit, madje mediat shtetërore iraniane pretendonin që të paktën 30 milion qytetar janë regjistruar vullnetarisht që të marrin armët, të marrin ato trajnimet bazike për të luftuar në rast të një përballje tjetër me Shtetet Bashkuara të Amerikës, një përballje toksore, le ta themi kështu, dhe dua të sjell në vëmendje edhe deklaratën e Trump të disa ditëve më herët, ku theksoi atë zhgënjimin e tij me forcat kurde në Irak apo pranë Iranit, që sipas tij ishin angazhuar që të fusnin armë në duart e civilëve iranian që do të kundërshtonin apo do të nisin një, le ta themi, një kryengritje ndaj regjimit aktual në Iran. Çfarë ndodh në rast se aktualizohet kjo përplasje, pra 30 milion qytetar iranian që sipas regjimit janë gati të mbrojnë regjimin, dhe nga ana tjetër Amerika përmes kurdëve që fut armë në iranianët tjerë që e kundërshtojnë regjimin? Po, sigurisht pra përgatitje që për çdo invazion të mundshëm, siç ka qenë atje me Harkun, ato idhesën ku bot grumbullimi dhe pastaj përmes tankerëve shpërndahet eksportohet nafta iraniane. Mendoj që është pjesa e lartë që nuk është larg nga Kuwaiti. Mendoj që pika ky që ka qenë kufiri me Irakun, për Iranin është pozitive që një pjesë dërmuese të saj kufizohet me popullatën që arabe të besimit shia, apo ndarjes asaj sektare në kuadër të islamit, dhe e cila ka realisht edhe pushtetin e Bagdad, sepse përmendon 60% të kësaj popullate, dhe pjesa veriore e kurdëve nga Mosuli atje dhe
është Kirkuku dhe Sulejmania, të cilat do ishin, meqense kurdët duket nga dy partitë e tyre kanë hezituar. Ndoshta në disa momente ka qenë edhe kontaktet me shërbimin turk, i cili çdo informacion ka dyshohet që ka bartur të shërbimi i inteligjencës iraniane. Dhe çdo përgatitje, bile ka qenë edhe goditje pasaj ato bombardimet iraniane, po edhe nga Iraku, po edhe nga Irani. Dhe më duket që kurdët kanë qenë të kujdesshëm që kanë mund të shkojnë mish për top. Por mobilizimi i tillë tregon që pjesën veri perëndimore të jetë krau i këtyre angazhmanit apo thirrjes së regrutëve ta quaj popullor, mos besagjinëve të cilët janë një ushtri e rregullt, e cila kanë në kontroll çdo aktivitet qoftë nëpër qyteza, por edhe nëpër fshatrat e ndryshme. Meqense fragmentimi brenda dikon 59% janë tamam pers, ndërsa pjesa tjetër 40-42% po bëjnë popullat tjerë prej balaçve atje, arabëve, pastaj turkmenëve, azerëve dhe kurdëve. Kurdë i kanë qenë një jashtëzakonisht të rëndësishëm, qoftë për Izraelin, qoftë për Amerikën, që të jenë një lloj kolone e cila mund të përdorej për invazion në Komsori apo për të kryer aktivitete të diversante në territorin e Iranit. Dhe kjo me siguri është me mirëseardhje për forcat armatosura të Iranit apo për strukturat e sigurisë së saj për të dalur përballë çdo tentative. Ka qenë, siç thatë edhe ju, shokuesa edhe para kamerave të televizionit shtator iranian, ato përgatitjet dhe demonstrimi i përdorimit të automatikëve, dhe kjo tëra tregon që në aspektin psikologjik një mobilizim i tillë dhe mediumet e tilla tregojnë tamam atë hapin për të qenë çdo herë gardian dhe roja të dhëv dhe angazhmanin e tillë dhe mobilizimin e popullatës të japin një frymëzim realisht që në rast lufte të ridiku mund të jetë edhe i dobishëm, por mos harrojmë, Irani ka edhe cilësitë të tjera. Të them drejtën, është shumë interesant një statistik ku flitet që ndër 10 vendet për mund të them atë nivon dhe shkallën e cilësisë dhe kualitetit shkencor, sidomos në shkencat eksakte, Irani hyn ndër 10 vendet e para në botë me inovacione dhe nivel të shkencëtarëve të cilët posedon Irani dhe ka, mund të them, një numër jashtëzakonisht të madh të kësaj inteligjencë apo mund të them të këtyre kapaciteteve që dhanë kontribut për zhvillimin e universitare dhe shkencore. Megjithatë, zoti Bilali, vitin e kaluar në qershor, kur u zhvillua ajo lufta 12 ditore, Izraeli vrau disa nga shkencëtarët MNZ apo më të shquar të Iranit që merreshin qoftë me avancimin e armatimeve të reja, por edhe me programin bërthamor. Megjithatë, për ta rikthyer edhe një herë diskutimin tek marrëveshja apo draft marrëveshja që po përgatitet, një nyje e rëndësishme pa diskutim, si e folëm, është edhe ngushtica e Hormuzit, kush do ta marrë nën kontroll, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bërë qartë her pas here që nuk do të lejojnë asnjëherë që Irani të vendosë traun apo të kërkojë një tarif për kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Patëm edhe një moment tensioni jo pak të vogël të administratës me vetë presidentin amerikan Donald Trump që kërcënoi Omanin se nëse bashkëpunon me Iranin pikërisht për të kontrolluar ngushticën e Hormuzit, do të nisej edhe një luftë Amerik me Omanin dhe madje kërcënoi edhe më zhdukje. Ku jemi në këtë pikë, zoti Bilali? Kjo është më tepër të çështja e dëmave apo dëmshpërblime që kërkon Irani. Dhe kjo është një lloj, mund të them, gjobe, në thojza, për kalimin e tankerëve që secila më duket të ka vlerën dikon afër 2 milion, nuk kanë dëshirë më të thojnë dollar, po as juan nuk mund të thojnë. Por do të thotë vlera mund të jetë në nëse bëhet në atë aspektin e konvertimit të saj në vlerë të dollarit, atër 2 milion dollar do ishin për çdo tanker të tillë që do ishte para mendo tash 100 anije të kapërcojnë të kalojnë ngushticën e Hormuzit ose më tepër, mora një shembull kështu tamam thjesht, do ishte shifra fitimpruse për Iranin. Por mendoj që Irani dhe syrin këtu dhe mund të tërhiqet nga kjo taks, por kërkon lirimin apo ngrirjen e aseteve të tyre që mund të jetë një ndihmë deri mund të lirohen në turën e parë 20 miliard dollar.
Dhe kjo do të ishte ajo, mund të them, një lloj shpërblimi për atë që ka ndodhur dhe me ato dame, sepse Irani kuptohet ka pas shkatrime shumë të mëdha nga goditet 40 ditorëshe. Kjo do ishte, mund të them, një zgjedhje e cila mund të zaventësonte ataks me kështu lirimin e aseteve iraniane jashtë bankave, të cilët mund të them 40 vjet ka sanksione të tilla. Është edhe një iniciativë, nuk di sa do jetë realizueshme, nga pala franceze më duket ka vetë presidenti francez një projekt rezolut për të paraqiten në Këshillin e Sigurimit që ka të bëjë me një lloj menaxhimi apo misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të UN-it. Dhe kjo mund të arrihet, mund të pajtohen amerikanët, sepse kjo do ishte pastaj ajo fitoria shpallur, por pa fitore të asnjë respal. Mirë po ata mund pastaj për nevojat e brendshme ta marrin si fitore, arritën një marrëveshje edhe atë që Irani nuk do ta kontrollon, nuk do të vë taks në ngushticën e Hormuzit, po dhe amerikanët do jekun atë bllokadën e tyre dhe nuk janë ai faktori që mund ta kontrollojnë dhe mund ta diktojnë në këtë rast Iranin për të qenë humbs total. Dhe kjo do ishte një farë lloj balanse që mund të vitë. Kjo do ta shumë shpejt, meqense OKB-ja nuk është më organizatë e cila kredibile, e cila mund të ndaloj konfliktet apo mund të jetë ajo garantuesi, më tepër është një organizatë e tubimeve seminarike, mund të them atyre fjalëmanëve të cilët kërcënojnë njëri tjetrin, mirë po efekti sa është zero. Dhe në këtë drejtim, po që se ka një unitet të 5 anëtarë të përveç të Këshillit të Sigurimit, mund të arrihet që kompromisi për një mandat të UN-it në ngushticën e Hormuzit mund të vijë në pyetje. Forma tjera mund të jenë ai presioni i vendeve peshqës Golfit, e cila është në një gjendje mund të them jashtëzakonisht të rrezikshme, sidomos ai përket asaj që njihet bumit ekonomik të tyre dhe naftës, por edhe tregjeve financiare, sidomos kur e kam fjalën për Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe kjo mendoj që mund të jetë ajo shtytja vetme që mund të ketë një presion. Por Trump ka kaluar edhe në idenë e aktit Abraham ose marrëveshjes abrahamike, të cilën dëshiron patjetër ta futet edhe Turqinë dhe Pakistanin, që besoj do jetë detyrë shumë e rëndë. Por për momentin në pyetjen tuaj për ngushticën e Hormuzit mund të ketë solucione të cilat mund të jetë një propozim përmes OKB-s apo edhe një lloj marrëveshje që në vend të asaj takse hë për hë të japën 20 miliard dollar Iranit. E qartë, zoti Bilali, të falenderoj shumë për analizën tënde dhe shpresojmë që bota të zgjohet në paqe me një marrëveshje pa diskutim që do t'i shërbente gjitha palëve dhe ngushtica e Hormuzit të vijonte lirisht. Megjithatë, do të presim dhe do të shohim dhe pa diskutim që do të raportojmë në çdo minutë lajmet më të fundit dhe në rast se një marrëveshje dhe shikuesit tanë do ta mësojnë pa diskutim një marrëveshje. Të falenderoj për analizën tënde. Bashkangjitë më dhonë mesazhet tanë, zoti Çardaku. Ne shpresojmë të gjithë. Faleminderit. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio.
Rikthehemi drejt për drejt në programin Rreth e qark. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha i queti të papranueshme kërkesën e Rusisë që të huajë të largohet nga Kievi para bombardimeve. Kërcënimi i ambasadave nuk është diplomaci, por intimidim, përfaqëson një tjetër shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe të Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike, shkroi ministri Hoxha në rrjetin social X. Shqipëria nuk ka për të tërhequr, ne do të mbetemi në Kiev, qëndrojmë fort krah Ukrainës dhe nuk do të intimidohemi. Përgjigjja ndaj kësaj lufte nuk mund të jetë më shumë luftë, më shumë krime apo sulme kundër civilëve dhe infrastrukturës civile. Hoxha shtoi se e vetmja zgjidhje e kësaj lufte që nuk duhej që të kishte nisur kurrë është angazhimi që do të ketë negociata për paqe. Këtë ja kam thënë qartë sot ambasadorit rus në Tiranë, shkroi Hoxha. Të dielën Rusia lëshoi një val bombardimesh në Kiev, nga e cila u godit edhe rezidenca ambasadorit shqiptar në Ukrainë, Ernal Filo. Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, duke vlerësuar qëndrimin e Shqipërisë, tha se kërcënimet ndaj diplomatëve dhe civilëve vetëm sa ekspozojnë më tej shpërfilljen e Rusisë për përpjekjen e paqes. Ukraina vlerëson solidaritetin dhe mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë. Së bashku ne qëndrojmë për paqe, sigurinë dhe drejtësinë, tha në reagimin e tij homologu i Ferit Hoxhës. Zhvendosemi në Kosovë, ku partitë politike kanë nisur fushatën për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Albin Kurti, Bedri Hamza, Lumir Abdixhiku dhe Vjosa Osmani kërkuan mbështetje për partitë e tyre për qeverisjen e Kosovës. Gjatë këtij mandati që lam pas, kemi punuar për nënat e fëmijët, për veriun, për bujqësinë e për ushtrinë. Këto vazhdojnë. E në mandatin e ri kërkojmë mbështetjen tuaj që ta nisim transformimin më të madh ekonomik e industrial që është bërë ndonjëherë në vendin tonë. Çdo vit së poku 1 miliard euro shpenzime kapitale dhe në 4 vjeçarin e ardhshëm do t'i kemi 1 miliard euro për prodhimtarinë dhe 1 miliard euro për ushtrinë. Ata të cilët kanë zhvatur në të kaluarën, qofshin ato pasuri natyrore ose buxhet shtetëror, duhet ta kthejnë euro më euro, cent më cent në shtetin e Kosovës, sepse do të themelohet e funksionoj byroja për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së pajustifikueshme e të pandeshme. Deri tash, veprimet që kanë ndodhur nga pushteti, gorën e bëjnë të pandeshme dhe të pabarabart. Përdorimi i resurseve shtetërore, i paras publike, në funksion të zgjedhjeve edhe të maksimalizimit votës për partinë pushtet nuk është gjë e duhur. Kjo nuk duhet të bëhet, sepse paraja publike do të përdoren në përputhje me ligjen, do të përdoren në përputhje me transparencën dhe do të përdoren për me dhënë efektin ekonomik dhe jo me qëllim që partia të pushtet, qeveria ta përdor paron publike jashtë rregullave që kenë vota më shumë për vetë. Dhe ne kemi vendosur të nisim pikërisht aty ku dhem më së shumti te familja kosovare. Prandaj ne do ta bëjmë shtetin krah të familjes. Me ministrinë e familjes me 200 euro në muaj për secilin të posalindur, për plot një vet, ky është zotimi ynë i parë në këtë fushat. Se Rugova nuk na la thjesht një shtet për ta mbrojtur, por na la edhe një mënyrë për ta udhëhequr atë. Sepse sa herë Kosova ka nevojë për urtësi, kthehet te Rugova. Sa herë Kosova ka nevojë për orientim, kthehet te Rugova. Sa herë Kosova ka nevojë për dinjitet shtetëror, kthehet te Rugova. Dhe sa herë Kosova ka nevojë për bashkim, kthehet te lidhja demokratike e Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti paralajmëroi se siguria në Kosovë po sfidohet dhe se krijimi i xhandarmerisë është domosdoshmëri. Ai foli në një konferencë me ministrin e Brendshëm Xhelal Zveçla, ku dhan detaje për strukturën e re që, siç tham, do të themelohet me një ligj të veçantë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti paralajmëroi se siguria në vend po sfidohet dhe se krijimi i xhandarmerisë është një domosdoshmëri. Në një konferencë të përbashkët me ministrin e Brendshëm në detyrë Xhelal Zveçla,
Kurti dha detaje mbi strukturën e re që pritet të themelohet, që siç pohoi do të plotësoj boshllëkun mes policisë së Kosovës dhe ushtrisë. Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e të cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës. Gjandarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare tokësore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës. Kurti deklaroi se themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do të bëhet me ligj të veçantë, i cili do të votohet në Kuvendin e Kosovës në legjislaturën e ardhshme. Ndërkohë ministri Zveçla theksoi se po punohet për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e kontrollit të kufirit, mbrojtjen e integritetit territorial dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të sigurisë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do t'i mundsoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion si dhe në detyrat tjera. I pyetur rreth zbatueshmërisë së ligjit për të huajt, Kurti tha se duan legalizim dhe jo ndëshkim, dhe se nuk ka normalizim pas sundim të ligjit, kurse ministri në detyrë Xhelal Zveçla pohoi se nga shtetasit serb që jetojnë dhe punojnë në Kosovë kanë pranuar qindra aplikime. Kërcënimeve me Një konflikt mes SBA-ve dhe Kinës për Tajvanin do të rrezikonte përplasje bërthamore mes dyja vendeve. Alarmi ngrihet në një raport të publikuar në prag të takimit më të madh vjetor të mbrojtjes në Azi. Ekspertët paralajmërojnë se bota është në prag të një gare të re të armëve atomike. Një konflikt mes SBA-s dhe Kinës për Tajvanin do të rrezikonte një përshkallëzim bërthamor. Pasi të dyja ushtrit ka shumë gjasa të ndërmarrin operacione të gjera kundër qendrave të komandës dhe komunikimit të palës kundërshtare. Alarmin e ngritit të njëjtën një qendër e njohur kërkimore për mbrojtjen në një vlerësim strategjik të publikuar përpara takimit më të madh vjetor të mbrojtjes në Azi, që mbahet këtë fundjavë në Singapur. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me bazë në Londër pohoi se bota ndodhet në prag të një gare të re armatimesh bërthamore, me rajonin e Azi paqësorit në qendër të saj. Vendet e rajonit dhe ato me interesa strategjike po zgjerojnë arsenalet e tyre bërthamore, ndërsa shtetet që nuk kanë armë bërthamore po zhvillojnë kapacitete konvencionale goditëse me rrezet të gjatë veprimi. Të dyja këto po e vënë në pikpyetje stabilitetin strategjik. Tajvani, konflikti në Iran dhe pasigurit mbi angazhimin e SBA-s ndaj rajonit pritet të jenë ndër temat kryesore në konferencën e sigurisë aziatike, e organizuar nga qendra nga datat 29 deri në 31 maj. Ky aktivitet vjen pas takimit të presidentit Xi Jinping dhe homologut të tij amerikan Donald Trump në Pekin, i cili ngjalli shqetësimet në Taipei lidhur me gatishmërinë e SBA-s për të ndihmuar ishullin demokratik të mbrohet. Daniel Salisbury, studiues i lartë në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, vuri në dukje se në takimin më të fundit mes Trump dhe Jinping nuk pati bisedime specifike për armët bërthamore, dhe se marrëdhënia mes dy superfuqive ishte mjaft e vështirë në aspektin bërthamor. Megjithse arsenalet nukleare të SBA-s dhe Rusisë janë ende shumë të mëdhenj se ato të Kinës, zyrtarët amerikanë dhe analistë të kontrollit të armëve thonë se Pekini po zgjeron dhe po përmirëson kapacitetet e veta të armëve atomike, më shpejt se çdo fuqi tjetër bërthamore. Pentagoni në një raport të publikuar në dhjetor tha se Kina është në rrugën për të pasur 1000 koka bërthamore deri në vitin 2030. Është momenti që të ndjekim një flash informativ të përgatitur nga kolegja Rosalba Bejdo. Autoritetet e Kosovës të njëjtën në mëngjes morën nën kontroll objektet dhe pronat hekurudhore në Zveçan dhe në Leposavić, komuna të banuara me shumicë serbe në veri. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani tha se policia ka ofruar asistencë gjatë marrjes së objekteve të stacioneve hekurudhore, ku janë hequr tabelat hekurudhat e Serbisë dhe janë vendosur të reja me mbishkrimin infrastruktura hekurudhore e Kosovës së bashku me flamurin e Kosovës. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla u tha gazetarëve se ligjet duhet të zbatohen
në të gjithë territorin e vendit dhe se hekurudhat e Serbisë janë një nga institucionet e fundit paralele dhe ilegale që kanë funksionuar. Në një reagim, drejtori i ashtuquajturës Zyra për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković e cilësoi këtë si një sulm bandit të Kurtit që, siç tha, tregon frikën e tij nga rezultati i zgjedhjeve dhe uniteti i popullit serb. Norvegjia do të nisë bisedime me Francën për t'u bashkuar ombrellës së saj bërthamore. Këtë e thanë të mërkurën presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store, duke reflektuar shqetësimet në rritjen e Europë për varësinë nga Shtetet e Bashkuara për sigurinë. Ky veprim sinjalizon një ndryshim në qasjen e Norvegjisë, e cila prej kohësh ka qenë fort e lidhur me aleancën transatlantike dhe është mbështetur shumë tek NATO dhe ombrella bërthamore amerikane drejt një bashkëpunimi më të ngushtë mbrojtës brenda Europës. Macron dhe Store shpallën planin gjatë një takimi në Paris ku nënshtruan gjithashtu një marrëveshje më të gjerë mbrojtje që përfshin edhe pjesëmarrjen e Norvegjisë në një iniciativë bërthamore të udhëhequr nga Franca. Sipas planit, Norvegjia do të marrë pjesë në atë që Franca e quan parandalim bërthamor i avancuar, ku partnerët europian përfshihen ngushtë në ideimin strategjik francez mbi mbrojtjen bërthamore. Ministria e Jashtme e Rusisë deklaroi të njëjtën se Europa duhet të paraqesë prova për akuzat e saj se Moska po bllokon sinjalet GPS në Europë. Një zyrtar lituanez tha të martën se Rusia është në gjendje të falsifikojë sinjalet GPS thellë në territorin evropian deri në një rrezë prej rreth 450 kilometrash nga enklava e saj e Kaliningradit, fal një zgjerimi të madh të kapaciteteve elektronike. Vendet europiane kanë akuzuar shpesh Rusin për ndërhyrje elektronike, akuza që Putini i mohon duke i quajtur pjesë të propagandës dhe shpifjeve perëndimore. Le të paraqesin fillimisht të paktën disa prova, deri tani kemi vetëm fjalë, u tha gazetarëve zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova. Vitin e kaluar një avion ushtarak spanjoll me ministren e mbrojtjes në bord pësoi ndërprerje të sinjalit GPS pranë Kaliningradit, ndërsa një avion që transportonte presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u përball me bllokim të sinjalit gjatë fluturimit drejt Bullgarisë. Një sër shtetesh të Europës perëndimore mbeten të mbërthyera nga valet të nxehtit ekstrem këtë fundmaj. Turistë dhe vendas shfrytzuan shatërvanët e shumë të Romës për t'u freskuar, ndërsa rajonet veriore dhe qendrore të Italisë janë përfshirë nga temperatura deri në 35 gradë Celsius për të parandaluar rreziqet e shoqëruara nga temperaturat e larta. Autoritetet në Rom firmosin një masë që u kërkon punonjësve të ndërtimit dhe sektorët e bujqësisë të bëjnë pushim në zona freskimi gjatë orëve të pikut. Në qytetin e Torinos janë shënuar ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike për shkak të nxehtit që sipas autoriteteve ka ekspozuar presionin e madh mbi rrjetin e energjisë. Në alarm është edhe Spanja, ku po shënohen temperatura që zakonisht janë në korrik dhe gusht deri në 37 gradë. Po ashtu Portugalia, Franca dhe Britania e Madhe po përjetojnë temperatura të larta për muajin. Sipas një raporti të OKB-s, temperatura mesatare globale do të rritet në nivel rekord gjatë 5 viteve në vazhdim. Ishte gjithçka e përgatitur për programin Rreth e Qark dhe për sonte ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.